Kushtet e përkeqësuara atmosferike kanë prekur edhe Kosovën. Për shkak të rreshjeve të shiut intensive që prej mbrëmjes së të hënës, institucionet arsimore në Prishtinë ka njoftuar se procesi mosimor do të anulohet. Drejtori i arsimit në komunën e Prishtinës, Samir Shahini, ka bërë të ditur përmes një postimi në Facebook se procesi mosimor është anuluar për ditën e martë për shkak të rrezikut për vërshime. Vendimi është marrë në koordinim me Drejtorinë e Sigurisë dhe Emergjencave, Drejtorinë e Shërbimeve Publike, drejtorët e shkollave si dhe me kryetarin e kryeqytetit. Autoritetet theksojnë se ky është një hap preventiv që ka për qëllim mbrojtjen dhe sigurinë e fëmijëve, shkruhet në postim. Sipas mediave në Kosovë, si shkak i rreshjeve intensive, rrugët janë vështirë të kalueshme. Sa kaq, policia u ka bërë apel drejtuesve të automjeteve për kujdes të shtuar, për shtatje të shpejtësisë me kushtet atmosferike dhe me gjendjen e rrugës, mbajtje të distancës mes mjeteve, si dhe ngandalësim gjatë lëvizjes në rrugë të mbuluara me ujë.